Besoj për mua viti 2025 ishte viti më perfekt I mundshëm që mund shkote, duke nisur në fillim me titullin kampion me Shkëndijën, më pas futja në grupet e konferenca ligës dhe më pas që ishte qershia anëtor të thirrja e kombëtares, kur arritëm dhe fitore shumë të mëdha dhe siguruan play-offin. Më pas ishte dhe kalimi I grupit me Shkëndijën, që në fund u konkretizua me transferimin në League Force siç është Rusia dhe padyshim viti më perfekt I karrierës sime. Është një aventurë shumë e bukur, dije që është një ekip I mirë shumë, ekip I madh, plus dhe niveli I futbollit në Rusi është një nivel mjaft I lartë dhe jam I lumtur që ndodhem aty për momentin. Padyshim që po futbolli I nivelit rus dije që është shumë I lartë, është një nga 6 ligat më të forta mund të jetë, ose 8 ligat më të forta në Europë dhe dihet është më fizik dhe shumë ritëm I lartë në Rusi se sa në Shqipëri e Maqedoni. Kisha dhe disa tjera, po duke folur me menaxherin tim dhe duke I studiuar gjonat, menduam se kjo do ishte zgjedhja më e mirë futbolli atje. Padyshim që më kanë ndihmuar shumë se kombëtari atje jep një status tjetër si lojtar dhe çdo lojtar e ka ëndër ta veshë atë fanellë dhe më kanë ndihmuar shumë besoj. Padyshim që besojmë se mund të shkojmë më tej, e kena ndëruar gjithmonë këtë moment që të jemi në play-off botrorit, ka qenë ëndra çdo shqiptarin gjithë jetën tonë, tash U arrit dhe normal që po, besojmë se mund të kalojmë më tej.